Në këtë momente do të shkojmë në Dibër ku kryetari i Partisë Demokratike po bën një bashkëbisedim me qytetarët. Ndjekim pak momente dhe rikthehemi me të tjera zhvillime. A jemi dakord dhe një garë e tillë nuk të nderon. Dhe për ta mbyllur këtë punë, unë isha në Zagreb. Doli me Remja dhe tani vuvuzelat. E ka fut Flamurnoga. E ka zgjedh Flamurnoga për të bërë një kandidate. Kur Flamurnoga apo komisioni, nuk di se kush, komisioni që i shef kandidaturat, i tha nuk plotëson kriteret, tani pse heq Flamurnoga? Ndaj dhe një gazetare ka punonte me një organizat financuar nga Sorosi për rrjetin investigativ, shkruan të dje se Partia Demokratike me që zbën nuk ka të drejtë të kërkojë zgjedhje, me që zbën vetë zgjedhje. Sipas saj, është një sorosiste e verbër ajo, sipas saj, vota, zgjedhjet me një antar me një vot, forma më e prore nuk janë zgjedhje. Mbasi Edi Rama nuk bën zgjedhje. Pra, unë ala pak më shumë të ky moment për sqaruar çdo demokrat që duhet të refuzojnë me përçmim përpjekjet mashtruese, gjuhën korruptive që përdor media për të mbrojtur Edi Ramën. Ka në 10 artikuj PD-ja nuk bën zgjedhje, kur PD-ja bën zgjedhje një antar një vot, nuk ke një artikull të vetëm se Edi Rama nga 2009 dhe gjërë sot nuk është votu kur në atë parti. Besoj se i konsumova, apo jo? Mirë. Po. Ure misarin këto, Shukri Raza, ku bënë 35 vjetë, të erdhëm me thirrjen liri demokraci. 35 vjetë, as liri, as demokraci, as pronë, zi e mazi. A ka në dritë jeshile? Faleminderit. Edhe një kam. Tjetër. Themi Rama ik. Me drita ndesme e ktheu shko hajde në Tiranë, a nuk shkon, nuk ike në doktor. Se i suzit dhe dëmuzin. Pakët dhe pakët. Faleminderit. Marr 2-3 pyetje edhe pastaj. Marrim dhe 2-3 pyetje? Po. Edhe një pyetje tjetër, të lutem? Përshëndetje, doktor.